Përshëndetje, faleminderit i nderuar kryetari i komisionit, të nderuar deputet. Në fakt, unë do doja ta nisja fjalën time me një përshkrim që Shqipëria është e sigurt, madje shumë e sigurt se shumë prej vendeve ku jetoni ju. Dhe këto në fakt nuk janë fjalët e mia, është përshkrimi që i ka bërë vendit tonë në vitin 2025, udhërrëfyesi më i famshëm turistik në botë, Lonely Planet. Dhe nuk është i vetmi. Në faqet e mediave më të njohura ndërkombëtare, në portalet e ambasadave të huaja, në çdo raport dhe në çdo përditësim zyrtar përsëritet e njëjta fjali. Shqipëria është një vend i sigurt. Dhe mjafton të referohemi fakteve dhe shifrave që janë shumë më kokëforta se çdo lloj perceptimi apo aludimi që mund të bëjmë këtu. Janë 12 milion turistë që zgjodhen të vinë këtu. Një rekord investimesh, mira qytetarë që hapin biznese, blejnë prona, ndërtojnë jetën e tyre këtu. Secili prej tyre një dëshmi e qartë e besimit që ka fituar ky vend. Një besim që ndërtohet aty ku ka rend dhe siguri dhe patjetër edhe liri. Një merit thelbësore sigurisht në këtë transformim të jashtëzakonshëm ka edhe nxjerrja përfundimtare e vendit tonë nga çdo listë e zezë ku e gjetëm pak vite më parë. Në vitin 2025 kemi vendosur një tjetër gur të palëvizshëm drejt rritjes mëtejshme të sigurisë për qytetarët. Dua të nënvizoj këtu disa nga arritjet kryesore. 94% e zbulueshmërisë sa i përket veprave penale. E thënë ndryshe, në 20 vepra penale, 19 prej tyre zbardhen në kohë dhe autorët ndalohen. Po punojnë patjetër që të arrisim më tej. Janë 65.5 milion euro asete dhe pasuri kriminale të konfiskuara apo të sekuestruara. Nuk është e largët koha kur vlera e këtyre pasurive nuk i kalonte vlerën e pak milionëve. 0 turist të huaj viktima të krimeve të rënda në Shqipëri. Mikpritja jonë si vlerë, së bashku dhe patjetër me punën e lavdrueshme të policisë shtetit ka dhënë rezultate të shkëlqyera. Lajmi mirë është gjithashtu dhe ulja e numrit të krimeve të rënda përfshi dhe numrin e vrasjeve me dashje. Në 9 muajt e parë të këtij viti, pra thjesht vetëm po t'i referohemi statistikave, u regjistruan 29 vrasje me dashje. Për krahasim, në vitin e lëm pas patëm 41 vrasje për të njëjtën periudhë. Dhe kjo nuk është një dhuratë që vjen nga lart, por rezultati i qartë i luftës frontale dhe pa kompromis kundër krimit organizuar. Si dhe shumë e rëndësishme ka qenë dhe reduktimi i aksidenteve të rënda me pasoja fatale në rrugë me 17% ulje në krahasim me një vit më parë. Të gjitha janë një kornizë e qartë e punës dhe e përpjekjes së përbashkët. Sa e përket krimit organizuar dhe krimeve të rënda, Shqipëria ka shënuar progres të dukshëm në luftën kundër krimit organizuar dhe krimeve të rënda. Raporti i Komisionit Evropian për këtë vit vlerëson se vendi ka përmirësuar kapacitetet e strukturës posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, përdorimin e hetimeve financiare paralele dhe kuadrin ligjor mbi substancat psikotrope. Nxjerrja e Shqipërisë nga lista gri e FATF-s në fushën e parandalimit, pastrimit parave dhe financimin e terrorizmit është një tregues tjetër i rezultateve pozitive. Lufta kundër krimit organizuar po zhvillohet gjithmonë e më shumë me një qasje proaktive në 2 dimensionet e saj, parandalimin dhe goditjen. Vetëm në 9 muajt e parë të vitit 2025 u zhvilluan 1121 hetime proaktive me fokus krimin ekonomiko-financiar, trafikimin dhe narkotikët. Sa i përket pastrimit parave dhe goditjen e pasurive kriminale, vetëm nga SPAK gjatë vitit fundit u sekuestruan apo konfiskuan 65.5 milion euro asete kriminale. E gjithë kjo pasuri rikthehet në buxhetin e shtetit dhe vihet në shërbim direkt të qytetarit, duke financuar shërbime sociale apo programe të dedikuara për rritjen e sigurisë në komunitet. Kemi bërë patjetër progres të jashtëzakonshëm krahasuar me kohën kur një vit mbyllej me jo më shumë se vetëm disa milion euro pasuritë sekuestruara. Sa i përket rendit dhe sigurisë publike, gjatë muajit janar-shtator 2025, pra 9 mujorit të parë të këtij viti, norma e zbulimit të veprave penale është mbi 95% dhe kjo nuk është një shifër e vogël. Numri i vrasjeve me dashje, siç e theksova edhe më parë, është në minimumet e tij, është reduktuar nga një mesatare prej 2 vrasje në javë, me cilën e gjetëm Shqipërinë në një mesatare prej 1 vrasje në 2 javë. Është përsëri shumë, por shumë më pak, pothuajse 4 fish më pak se një dekadë më parë.
Shpërbërja e grupeve kriminale si dhe lufta pa kompromis ndaj krimit të organizuar është një ndër arsyet kryesore përse niveli i veprave të rënda penale në vend është reduktuar. Në kuadër të kultivimit të lëndëve narkotike, është rritur forcimi i kontrollit të territorit për 9 muajt e parë të këtij viti. Në total janë identifikuar dhe azgjesuar nga strukturat e policisë shtetit gjithsej 195.000 bimë narkotike, janë zbuluar 103 raste, 178 shtetas të implikuar, nga cilët 96 persona të arrestuar. Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 24, për këtë periudhë të vitit 2025 është rritur me 4.5% niveli i zbulueshmërisë. Gjithashtu janë identifikuar 1284 vende kultivimi dhe për herë të parë në bashkëpunim dhe me shtabin e përgjithshëm të forcave të armatosura në luftën kundër narkotikëve, kemi përdorur edhe kapacitetet më të avancuara të ushtrisë shqiptare, siç janë dronët Bayraktar me qëllim kryerjen e monitorimit ajror të territorit. Gjithashtu, në një bashkëpunim më afatgjatë, kemi me Guardia di Finanza dhe absolutisht që dhe në këtë drejtim bashkëpunimi është fuqizuar më tej në shumë misione monitorimi nga ajri dhe në shumë koordinata të dyshuara. Sa i përket armëve të zjarrit, vetëm pak ditë më parë, po është e vërtet ajo që thatë